Nga zhvillimet sot në Kosovë, shkurtimin e mundshëm të pranisë së trupave të NATO-s atje, analistë në Prishtinë e vlerësojnë si një dëshmi për qëndrueshmërinë e situatës së sigurisë në vend. Gjatë javës, Aleanca Veriatlantike pritet të diskutojë për zvogëlimin e trupave të saj në kuadër të KFOR-it. Autoritetet ndërkohë vlerësojnë se shkurtimet e pranisë ushtarake ndërkombëtare duhet të ndodhin në pajtim me procesin e ngritjes së mekanizmave vendas të sigurisë, përfshirë edhe forcën e sigurisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton korespondentja jon atje Edona Demaj. Autoritetet dhe analistë në Prishtinë vlerësojnë se shkurtimi i mundshëm i pranisë së trupave të NATO-s dëshmon qëndrueshmërinë e situatës së sigurisë në Kosovë një vit pas shpalljes së pavarësisë së saj. 10 vjet pas vendosjes së forcave paqëruese të NATO-s në Kosovë, kjo aleancë pritet që gjatë javës të diskutojë për zvogëlimin e trupave të saj. Zyrtarët të NATO-s kanë përmendur mundësinë që nga rreth 14.000 ushtarë sa janë aktualisht në Kosovë, numri i trupave të KFOR-it të zbresë në 10.000. Shkurtimin e ushtarëve të NATO-s në Kosovë, analistë të sigurisë e shohin si porosi të qartë për qëndrueshmëri në vend. Analisti Lulzim Peci thotë se kjo do të ndikojë edhe në përmirësimin e imazhit ndërkombëtar të Kosovës, sepse sipas tij, kjo dëshmon që Kosova në vitin e parë si shtet ka shënuar përparim në aspektin e sigurisë. Unë mendoj që trupat e NATO-s do të shkurtohen në vitet të cilat do të vinë. Pas kësaj faze ku është tani ka rënë 10.000, ekziston një planifikim intern sa ka mund njohuri që pas një kohë trupat do të binë 5.000 edhe pastaj në afatin edhe pas një periudhe do të jenë vetëm 2.500 në Kosovë. E ato forcat e vogla të karakterit të 2.500 forsave do të qëndrojnë në Kosovë për një afat shumë të gjatë. Mirë po, ky zvogëlimi i trupave të NATO-s është një du ta kuptojmë si një proces normal i cili po zhvillohet në Kosovë dhe që është rezultati i përmirësimit të situatës. Autoritetet në Kosovë kanë tekstuar në vazhdimsi se shkurtimet e pranisë ushtarake ndërkombëtare duhet të ndodhin në pajtim me procesin e ngritjes së mekanizmave vendas të sigurisë, përfshirë edhe forcën e sigurisë të Kosovës. Ministri i kësaj force Fehmi Mujota thotë se Kosova një vit pas pavarësisë po pasqyron siguri dhe paqe për të rajonin. Ai thotë se deri në vjeshtën e këtij viti forca e sigurisë do të jetë e gatshme për veprim, ndërsa sipas tij brenda 3 viteve FSK do të veprojë me kapacitetet e plota të saj, gjithnjë në bashkëvendim me NATO-n. Ne presim çdo progres në aspektin e sigurisë dhe tani është një vlerësim i përbashkët i strukturave të NATO-s që gjendja e sigurisë në Kosovë është stabile dhe institucionet e shtetit të Kosovës kanë dëshmuar pjekurinë e mjaftueshme që tani të mund të mendohet edhe për zvogëlimin e trupave të NATO-s në Kosovë, që në besoj se është një vlerësim pozitiv për të arriturat e Kosovës, është një vlerësim pozitiv edhe për klimën e përgjithshme në rajon dhe natyrisht të gjitha veprimet që do të ndërmerren në këtë aspekt mbi bazën e një politike të koordinuar dhe një vendimi të përbashkët për ne është i mirëpritur, sepse sigurisht është edhe një vlerësim i institucioneve të Kosovës, këtë rast dhe është një vlerësim i përgjithshëm për sigurinë në Kosovë dhe në rajon. Në ditën e sotme, 10 vjet më parë, Aleanca Veriatlantike nënshkroi në Kumanov një marrëveshje me trupat jugosllave duke i dhënë fund luftës gati 2 vjeçare në Kosovë dhe fushatës 78 ditëshe të bombardimeve kundër forcave serbe. Më 12 qershor të vitit 1999, rreth 50.000 trupa të NATO-s filluan vendosje në Kosovë prej nga po largoheshin trupat e policisë e ushtrisë serbe. Numri i trupave të NATO-s është zvogëluar vit pas viti në pajtim me gjendjen e sigurisë në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.